profesori universitar Mazlum Baraliu ka deklaruar se aktualisht Ballkanit e veçanërisht Kosova janë përballë rreziqeve të mëdha të destabilizimit, që sipas tij janë të nxitura nga ndikimi i Federatës Ruse dhe presidenti Vladimir Putin, i cili thotë se po shfrytëzon këtë periudhë të tensioneve globale për të pasur ndikim në rajon. Baraliu, i ftuar në TVNI, theksoi se lufta e Ukrainës dhe rreziqet e lidhura me të janë vetëm një pjesë e dramës më të gjerë që po zhvillohet në arenën ndërkombëtare. Ai konsideron situatën aktuale si një kërcënim të drejtë për drejtë për sigurinë globale, duke shtuar se një luftë e mundshme botërore tashmë ka nisur dhe se Ballkani është një nga rajonet më të ekspozuara. Qëndrimi amerikan nuk duhet të ndryshojë pikërisht për arsye në rreziqeve të mëdha, të cilat edhe Ballkani edhe Kosova mund të ballafaqohet për arsye që qëndrimi i Federatës Ruse dhe i Putinit si eksponent kryesor i fatkeqësisë në luftën me Ukrainën mes dy popujve thjesht ka synimin që të destabilizojë Ballkanin, dhe vetë fakti që është shtet i Bashkimit Evropian më të mëdha është që të mobilizojë popullin e vet për përgatitje për një luftë të mundshme. Ajo luftë fatkeqësisht po duket që ka filluar tashmë. E treta botërore, edhe vlimet në Ballkan e gjithë armatimi që po bëhet, mendoj që lufta e tretë ka filluar. Mund të jem gabim, por ndryshe nuk interpretohet përveç se fillimi i luftës dhe thjesht humbi ekuilibrave dhe çrregullimi. Tashmë është e qartë që ka çrregullim në konstipacione gjeopolitike globale, i cili po merr përmasa gjithnjë më të tepërta, deklaroi ndër të tjera ai. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić